Një aplikacion për të verifikuar moshën e atyre që përdorin platformat digjitale dhe mediat sociale, për të siguruar që fëmijët të mos kenë qasjet në përmbajtje të papërshtatshme, u prezantua sot nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Aplikacioni, i cili tashmë po pilotohet në Francë, Greqi, Spanjë, Itali, Danimark dhe Qipro, është sipas komisionit teknikisht gati dhe së shpejti do të jetë në dispozicion për përdorim nga qytetarët. Siç njoftoi komisioni, ky aplikacion, i cili ndjek shembullin e aplikacioneve të përdorura pas pandemisë COVID-19, do t'u lejojë përdoruesve të vërtetojnë moshën e tyre kur hyjnë në platformat online, ashtu si dyqanet kërkojnë dokument identifikimi nga njerëzit që blejnë pije alkolike. Së pari është i lehtë për të përdorur, kushdo mund të shkarkojë aplikacionin, ta konfigurojë atë me pasaportën ose kartën e identitetit dhe më pas të provojë moshën e tij në shërbimet online. Së dyti, ai respekton standardet më të larta të privatësisë në botë. Përdoruesit do të provojnë moshën e tyre pa zbuluar asnjë informacion tjetër personal. Thënë thjesht është plotësisht anonim. Përdoruesit nuk mund të gjurmohen. Së treti, aplikacioni funksionon në çdo pajisje, telefon, tablet, kompjuter ose çdo pajisje tjetër, dhe së fundmi është plotësisht me burim të hapur. Sipas komisionit, Franca, Danimarka, Greqia, Italia, Spanja, Qipëria dhe Irlanda janë pionierë dhe planifikojnë ta integrojnë aplikacionin në portofolet e tyre kombëtare. Njoftimi i komisionit vjen vetëm për një ditë para videokonferencës së udhëheqësve nga disa shtete anëtare të BE-s, të mbajtur me iniciativën e presidentit francez Emmanuel Macron, për të diskutuar një plan pan-europian për të ndaluar aksesin në mediat sociale për të miturit.